Së pari, Milan Radojčić duhet t'ju dorëzohet autoritetet të Kosovës, ku dihet që e ka akt akuzën prej 160 faqesh bashkë me 44 paramilitarët e tjerë terroristë, të cilët na e vranë rrështerin policor Afrim Bunjakun, herojin e Kosovës. Dhe jo vetëm që Milan Radojčić tash gati 2 vjet e 8 muaj është në liri në Serbi, por aja tje është edhe aktiv në politikë. Dhe ka raporte të shumta të medjave në Serbi dhe ndërkombëtare se aja tje është pjesë e projektit për ta shkatruar opozitën demokratike dhe në anën tjetër vazhdon me kërcënimet ndaj serbëve të Kosovës. Së dyti, ne kërkojmë që ajo letra të cilën e ka lexuar para 27-shës së Bashkimit Evropian dhe ka dorëzuar ish kryeministria dhe tash kryetaria e Kuvendit Ana Brnabić, ku thotë që nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës, të tërhiqet. Nuk mund të kemi normalizim të marrëdhënieve nëse shkelet marrëveshja bazike që e kemi bërë ndonse nuk e kanë nënshkruar dhe nëse i thua fqinjit tonë që s'ta respektoj integritetin territorial. Dhe e treta, mos harroni që Qeveria e Republikës Kosovës ka qenë aktive, kreative dhe konstruktive në dialogun e Brukselit, me çfarë ne vazhdimisht kemi shkuar me propozime. Nëse mbani mend, prej vitit 2021, unë në Bruksel shkoj me propozime. Dhe në fund e arritëm një marrëveshje në shkurtin dhe marsin e vitit 2023, së pari në Bruksel e pastaj edhe aneksin e zbatimit në Ohër, dhe unë vazhdoj të insistoj që ajo du të nënshkruhet. Sepse nënshkrimi i marrëveshjes nga liderët paraqet edhe kredibilitet të besueshmërisë së procesit, por edhe besueshmëri midis palëve. Prandaj këto 3 mase të mirëbesimit për të vazhduar dialogu, ndërkohë që ne kemi edhe marrëveshje, qëndrojnë edhe më tutje. Dhe kemi një asimetri të theksuar, do thosha, në njërën anë e keni Republikën e Kosovës, e cila me buxhetin për vitin 2026 ju ka ndarë komunave me shumicë serbe, shuma të konsiderueshme, të cilat janë më të larta se sa mesatarja e komunave të përgjithshme në Kosovë, dhe kjo vjen nga arkitektura e kushtetueshmërisë sonë që është bërë nga ish presidenti finlandez Marti Ahtisaari si emisar special i Kombeve të Bashkuara, dhe buxheti shtetëror vjetor për komuna për kokë banori mesatarisht në Kosovë është 556 euro. Ndërkaq për komunat me shumicë serbe është 1149 euro, pra 2 fish. Vetëm shikojeni kontrastin me sjelljen e Serbisë ndaj Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, ku bën pasivizimin e adresave dhe nuk na lejon neve t'ju japim mjete për tekste shkollore, bursa studentëve e mbështetje fermerëve. Ose tjetra, nga viti 2023, 568 diploma janë lëshuar nga Universiteti në Mitrovicën Veriore, të cilat janë verifikuar nga ne, nuk janë legalizuar, janë verifikuar në mënyrë që ata studentë që diplomojnë atje të mos ngelen jashtë tregut punës në Kosovë. Gjithsej, nga viti 2016 deri në vitin 2021 kanë qenë 1752 verifikime të tilla. Dhe ju e dini që diplomat nga Kosova nuk njihen në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc, gjë që kontribon në dëbimin e tyre prej këtyre komunave në jug të fqinjit tonë verior. Pastaj, sa i përket rekrutimit të kadetëve policor. Në 3 vitet e fundit, 11% të kadetëve të rinj policor janë të komuniteteve jo shumicë. Prej tyre rreth 200 serb të rinj. Ndërkohë, në konkursin e fundit në Serbi, prej 30 kadetëve policor, asnjë shqiptar. Pra, kemi asimetri të theksuara dhe besojmë që kjo duhet të ndryshohet. Dhe e fundit, por jo për ngarëtësia si shtuhet,
Kolegji ndërkombëtar i biznesit në Mitrovic, 25% studentëve të vet i ka nga komunitetet jo shumicë, e shumica e tyre janë serbë. Pra, ne jemi për të drejtët e pakicave, ne jemi për të drejtët e njerëzit, sepse këto janë thelbësore për demokracinë, por në anën tjetër kërkojmë edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian që të drejtët e pakicave, drejtët e njerëzit edhe në Serbi të respektohen në mënyrë që të kemi parafërsisht një lloj simetrie në të dy anët. Por sa i përket dialogut që organizohet nga Brukseli, edhe një herë po e theksoj, ne kemi qenë dhe do të jemi aktiv, kreativ dhe konstruktiv, por presim që këto 3 masa të mirëbesimit të zbatohen para se të konstituohen institucionet e legjislaturës së 11 që del nga zgjedhjet e 7 qershorit. Në Republikën e Kosovës nuk mund të ketë asnjë individ dhe asnjë grup që sfidon suksesshëm shtetin. E shteti është tërësia e ligjeve. Ligji i drejtë i Republikës na bën bashkë si shoqëri, sepse na barazon para tij, e jo si dikur që na ndonte në të pambrojtur e të paprekshëm. Në lokalin në Skënderaj, në të cilën është rrohur e përgjakur zëvendës ministri në Ministrinë e Financave Hysni Mehani, njëkohësisht edhe kryetari i qendrës së vetvendosis atje, njëkohësisht edhe kandidat për deputet për legjislaturën e 11, ka kamera dhe ka shumë dëshmitar. Me çmora vesh 2 veta janë arrestuar. Për përshtypjen time, reagimi edhe i policisë dhe i prokurorisë ka qenë i vënuar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur më pastaj në orët e pas mesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejtë. Ju e dini që aktivistët e vetvendosjes për statusen Facebook janë dënuar ka 1 vit e gjysmë burg. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendës ministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap gjyqësori. Me komisionerën Kos patëm një takim të produktiv dhe drejt për drejt dhe më lejoni që të ndaj me ju temat dhe mesazhet kryesore. Me komisionerën Kos kemi ndarë progresin që ka bërë Kosova në vitet e fundit në avancimin e demokracisë dhe të rritjes ekonomike, si dhe në kapitujt e antarësimit. Në 6 vitet e fundit kemi avancuar 28 vende në indeksin e perceptimit korrupsionit, ndërkohë që këtë vit avancuam 15 pozita në indeksin e lirisë së medjave. Jemi të tretët në mesin e 15 shteteve të Evropës juglindore dhe të dytët në mesin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për avancim sundimin e ligjit. Ekonomia jon ka shënuar rritje vazhdimisht dhe është stabile në progres me ngritje prej 4% të brutoproduktit vendor. Ndajmë vlerat përbashkëta me Bashkimin Evropian dhe jemi plotësisht të rreshtuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s. E kemi dënuar agresionin rus në Ukrainë në termat më të ashpër, kemi ofruar mbështetje ushtarake dhe humanitare për Ukrainën, kemi ofruar strehim për gazetarët Ukrainas dhe jemi bashkuar të gjitha sanksioneve kundër Federatës Ruse. Kemi ratifikuar marrëveshjet e planit rritjes,
e miratuam edhe vendimin për sistemin e zbatimit dhe me 16 prill filluam të marrim parafinancimin në vlerë prej 61.8 milion euro. 6 hapa reformave janë konfirmuar nga Komisioni Evropian dhe presim hapa të mëtejshëm deri në afatin e qershorit. Me gjithë këto, mungesa e kuvendit funksional gjatë vitit që shkoj, por edhe tani, ka bërë që disa reformat vënohen e tashmë po rrezikohen edhe për afatin e qershorit. Jemi duke punuar maksimalisht për të minimizuar ndikimin në reforma që po shkakton blokada në kuvend. Në vitet e fundit, Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj, kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes, në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi i theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Kemi kuadrin kushtetues më të avancuar për të drejtat e pakicave në rajon. Raporti i Këshillit të Evropës për vlerësimin e aplikimit ton për antarësim thekson se kuadri ligjor i Kosovës në rastin e kushtetutës shkon edhe përtej standardeve ndërkombëtare. Kemi marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, gëzojmë liberalizimin e vizave që nga 1 janari 2024, jemi pjesë e tregut të përbashkët rajonal dhe planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, si dhe jemi pjesë e instrumenteve të parantarësimit të Bashkimit Evropian, për çfarë e falenderova komisionerën Kos. Me komisionerën Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës. Mbështetja publike për Bashkimin Evropian për antarësimin në BE qëndron vazhdimisht rreth 90% në vendin tonë dhe është ndër më të lartat nga të gjitha vendet kandidate. Jemi të vetëdijshëm për sfidat që ekzistojnë, por kërkohet unitet në angazhim. Gjetja unitetit brenda Bashkimit Evropian për të marrë vendime karshi Kosovës është detyrë e përbashkët. Sigurisht që ne po punojmë me shtetet anëtare, por kërkohet që edhe institucionet e Bashkimit Evropian të shtyjnë këtë unitet përpara. Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga akter të tjerë dashakçi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e të gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit. Biseduam edhe për bashkëpunimin rajonal. Çelësi kryesor për bashkëpunim të suksesshëm rajonal është qenjësia e mirë evropiane. Kosova ka përjetuar 2 sulme terroriste në 3 vitet e fundit, në Banjsk me 24 shtator 2023 dhe në kanalin Iber-Lepens në infrastrukturë kritike me 29 nëntor 2024, që të dyja këto të dirigjuara e financuara nga fqinji ynë verior. Llogaridhënia për këtë sulm është thelbësore, pasi pa llogaridhënie rreziku ndaj sigurisë son mbetet i lartë. E kemi një fqinj agresor agresiv që të sulmon në vend se të bashkëpunoj. Kjo është sfidë sa për sigurinë, po aq edhe për bashkëpunimin rajonal. Megjithatë, ne jemi proaktiv dhe kemi kontribuar në integrimin ekonomik të rajonit, në CEFTA, në përfaqësimin ton direkt për herë të parë, e kryesuam me sukses, ndërkohë që edhe kaluam të gjitha protokollet e mbetura në kuvend. Kemi 5 marrëveshje që kemi nënshkruar në proces të Berlinit, i cili tashmë është i lidhur ngushtë me tregun e përbashkët rajonal. Ato marrëveshje duhen zbatuar. Bosnia dhe Hercegovina, siç e dini, ende nuk ka hequr vizat për Kosovën, ndërkohë që Serbia po mban të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave
e cila është në përputhje të plot me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Pak ditë më parë festuam 9 majin, ditën e Evropës. Bashkimi Evropian është projekti paqes dhe i prosperitetit. Është më i madhi e më i suksesshëm projekt i këtillë në Evropë që nga lufta e dytë botërore, dhe Kosova ka përfituar nga Bashkimi Evropian për çfarë ne jemi thellësisht mirënjohës. Ne jemi gjithashtu falënderues për mbështetjen e Bashkimit Evropian, të cilin e kemi partner strategjik dhe njëherë është donatorin më të madh. Që nga viti 1999, kur u çliruam, Bashkimi Evropian ka investuar në Kosovë mbi 3.7 miliard euro. Kemi bërë progres në shtylla themelore dhe kjo jemi të bindur që meriton të njihet nga Bashkimi Evropian në kontekst të zgjerimit. Nuk po kërkojmë as rrugë të shkurtra, as derë të pasme, vetëm proces meritor. Ju faleminderit.